Si ti nervat këta burra? A të dam dora me fshin fije, nuk e dam dora kërkujt me fshin fije, se punë e vogël është. Ashtu është me vida. Afistan Dhem komiteti qendror se do të s'po pa pika. Po flasim për pikat lavaman dhe tualet. Nuk jenë dyqan dhe nuk na erdhi njeri me na e pasur për nomi. Kur di virralla për të lalet, lahet. Ky është koncepti përgjithsisht, por kush i mbledh rrobat? Në fakt Katerina edhe unë mendoj si Artioni. Po tash po ti rrisha shumë duhet bënë ka shumë gjëra. Që njeriu ka një fije për kushtim për të mos e bërë rrëmujën, se ajo është një punë që hapet pastaj për të gjitha palët. Po jo dhe për konflikt, që ti ta carohesh për një lavamana, për një perde. Katerina, po qofse unë kam lënë pantallonat e mia mbi kravatin tim, të mia pantallonat. Dhe ty ta caroj se rrin pantallonat aty. Pse duhet ta carohesh mi goc? Jo po merri vari, po nuk du ti var më i duk kështu. Se duhet ta varun. Jo po se thu ti që ta var, po ç'ke më lezë? Jo, nuk them unë. Po jo ti e them ajo që serve ekrani tash. Dhe për perdën. Rregulli në shtëpi është i vendoset me vendoset bashk. A vendoset bashkë në familja rregull? Apo vendos ti rregull? Vendosim rregull apo të vendosim rrëmujën? Vendos rregulla me njëri tjetrin që ta ketë rahat të dy palët që jeton ajo shtëpi. Rregull të pa rregullt. Po ai është rregullim. Çe lidhje ka ai? Po burri me lën aty, po djali tjetër me lën aty, po fëmia aty, po tana të në për tokë, krejt aty u pa. Jo në për tokë, mos tash tokë, tash mbi krevat. Mirë, se ne kemi një pyetje kuptova Artioni që ka nga ata që nuk i mbledh rrobat, sepse kush i mbledh rrobat që lihen rreth nëpër shtëpi, ishte pyetja, nuk jeti. Mos i lej nëpër shtëpi i lej të vetë e mia. I vetë krevati jo të karriga ime. Krevati nuk është personali jote, është bashkë me krahun. Jam krahun tim. Gocës i mbledh Berta. Shumë bukur. Gocës i mbledh Berta. Ti asgjë. Unë po më kapi dora rrugës, e ndihmoj me mbledh. Por në përgjithësi i ka Berta se goca është në dhomë të vet. Kuptova. Ajo ja mirë, do marrë përgjegjësitë e veta. Po i ka të dhoma vetë, gjonat e veta. Oksana? Gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Bashorti, goca, qunat e kam akoma të vegjël 5 edhe 2 vjeç, kurse goca kam 12 vjeç edhe bashorti edhe ne a është shtëpia për bashkët, rregullojmë gjitha për bashkët. Mendoj që gjithë rregullat këto i diskutohet, sepse si shteti është rregulla, rregull të kujt? Bukur edhe. A është diskutuar sepse për dikë mund ta ketë në rregull, se ne për shembull unë para gjumit ndonjëherë edhe mund ta lej lodra që shkoj kështu makinat e kam poshtë këmbës, as shkoj fle gjum. Për dikë kjo mund ta ketë rrëmoj. Po për mua, edhe për bashortin, nëse jemi në rregull, pastrojmë në mëngjes ato lodra, po sot jemi lodh, a jemi në rregull? Se çajm trurin njëri tjetrin. Kemi qenë herë me urgjencë natën ashtu për gjumësh se ku diun edhe ti shkel. Kemi mësu shkelem. Shkelem. Jo pak e kalo. Stare me hes ta padam kështu si paço. Tak. Shumë praktik Artioni, shumë praktik. Rëndsi ka janë në rregull dy palë. Unë i mbledh vetë, edhe kur i mbledh nuk i mbledh mirë. Gjatë kohës që unë jam se unë kam profesionin në lëvizje, jo Amerike, jo Londër, jo andej e këtej, edhe kur vjesh ose si kam mbledh mirë, se tash nejna bën pak manjake, normalisht nejna bën pak manjake, se unë i du gjonat perfekt. Edhe kur i mbledhaj, ato xhinset nuk ka për të mbledh si du vetë. Kështu që i them leni aty, lutem mos mi prek. Kur ti jam unë, se edhe kur i prek i mbledh katastrofë. Ka për të fut kështu, E diti që kjo është një mënyrë për të hequr qafe punët? E ka stil e keq që ti pastaj ta vazhdosh dhe ta mbyllësh si duhet. Jo, mos e kur shkosh ti me ndruk gomën te mekaniku me ndruk vaj. Ai gatuan më mirë. Edhe ai ka stilin i bën këtë gjë. E ka thot më mirë ta fus kështu, edhe nuk ta rregulloj. Për ata Katerina do të mirë kuptuar. Mekanikësh në i truni. Se ja fusin kodëm kotë, ju s'dini me i dhone, fut në për gropa, në buni salat, makinat, e shkoj me me mekanikët. Se kjo që është kjo? Njësoj, është por është i qyri jam rahat, se ta makin berta. Se ta kësha pas nuk e di. Më thë nuk e përdori, se kështu që jam i qik më i qetë nga jo anë. Po imaginoj, më thëmë se qarë i ndodhë mjetit, dhe ti që duhet atë qosh atë mjetin. Dhe do meresh ti me servisin, po. A do meresh me servisin, me së. Edhe është e bezdishme. Po këto thash dhe jerë. Po qatë drita elektrike, priza... Po ja për shumë fatura elektrike, hidraulika, lodhe madhe shumë. Ka hidraulike, elektrike, elektricista vjenë. Lodhe madhe me që makinit e mekanikë. Elektricistit. Tani duhet bësh qik qefe burit, ta thuesh e gjitë pak të numrën. Të ndjeti do bishëm. Kush i paguan faturat? Drita, uj, internet në shtëpit tuaja, Oksana, kush i paguan faturat? Për bashkët. Ne nuk e kemi... Jo për pjesën e paras, po themi që... kush si shkon? Kush e banë shërbimin? Kush e shkon? Bashorti shkon. Bashkëshorti. Unë agjensia.
marrë. Kam lënë agjencisë fatura. Kaç lek bëjnë mirë. Ja, dhe mu mi pagun kolla bashkëshorti, se unë nuk di më mërë me një ta punë. Punë letra, Po pazari përse po? O, prap kolla dhe pazari. A di si pse bënë pazar? Se unë ta tregoj fjalë për fjalë? Si kur unë që baj naze për punë të shpise për regullin e për shdo gjatë tjetër, a i thot ti s'din me ble, se unë nuk ulem aty të tregoj fshatarve, mu ulem me i marë kokër për kokër. A i ullet, kam provu me ble djesarem, thot më të zbajnë, ti s'ke dit me i ble. Edhe në që se janë shumë të mira, për zotin. A i ka kritik. Ka kritik se ti s'din me i ble, edhe ato i blen vetë. Ja ku janë të ndame. Ndanë pak të në të Ke një zgjedhë. Për punë shpije, Cilo është e lumtur? A i që arsi tanë, edhe kur i Se banë cilë është e lumtur, se hanë truri njëri tjetërët, në regull është. Kush e rregullon krevatin çdo mëngjes? Asnjëri. Ama Oksana. Asnjëri. Çfarë të rregullore që kemi vendosur? Unë e rregulloj edhe kraun tim. Unë e rregulloj vetë, se kam thashtë dhe një shkojt e pjesa grave manjake, i thjeshtë dhe me najtë drejt komplet, se kur e rregullon ajtë, dhe me thënë duket prej me kilometra që ka rregulloj. Unë e mëngjes e rregulloj 3 kalamajt edhe bashorti, me mjafton. Në rregull. Se do vi krushit mu. Ma pa ashu. Kush i organizon pushimet familjare? Po gruja. Po tani, normale që grua duhet bënë qëtësi mendore për burri. Po pa tjetër, se pas të qaj truri. Lodhet burit me menu për pushime. Ta qaj truri, pas taj grua. Po, i që vetëm jepi bugjeti, sa bugjeti edhe... Unë zakonisht më mirë, prandaj më duket kështu, mund të zgjedh pak vendin, po të rrit merresh të diskutosh me agjencitë, me hotelet, me këto, më duket shumë angari. Po sigur grej me vdes për. Gratë kanë me qejf tani, jo. Bashkëria e ka të zgjidhur. Unë gratë e tjera nuk i njoh në këtë aspekt, po. Dhe imja, vdes për atë punë. Për pjesën këna marrëveshje. Nga që thashë dhe profesioni ma shmëshëti gjithmonë, dhe ka thënë që i kam parë shumë, kam kuriozitet shumë me i pa, merrem i vesh kështu. Po, kur e zgjedhon, e zgjolla një herë në Dubai. Thash s'kam shku asë njërë, po e provoj. Shkum në një kohë, zgolla një kohë që nuk ishte as kohë dasmave, as kohë shumë pune, po ishte qeshar, që ishte ti më lirshëm nga puna. Na ke prunë kohë të nxehtë, unë që të një gjova ty, du të kishim marrë në shkurt ose në marrë, se ta shja shumë nxehtë, edhe ma qojnë zera dhe këtë zgjidhjen të anë. Nuk ishte destinacioni. Sepse në Dubai janë nxehtë gjithmonë. Po tash ajo koha ime e përshtatshme ishte, ajo kohë para se me fillu sezoni. Po duhet kishe zgjedhur vend tjetër. Ti nuk, unë të thash, po kujt më i thanë. Normalisht nuk kisha thënë gjë, po. Kishte menduar me të vetën. Të thash, po kujt më i thanë. Kush i qetëson fëmijët natën? Oksana, me ty sidomos do doja ta dija këtë, meqense se familja është e madhe, pra janë 3 fëmijë, impenjimi është më i madh për të dy palë. Unë mendoj që thjesht kjo është diskutohet dhe ndahet në diskutim. Ne kemi vajzat tashme s'ka nevojë të vëjmë në gjumë, e vënd vetë, kurse me qunët e kemi me të vogli vëju në gjumë, e mes me Nikolas që është 5 vjeç, njëherë shkon me babi, Se thret mamin. Bravo, pastaj me mami zë gjumë, edhe e lejun në domën e vetë. Pastaj natën zgjojt më shumë bashorti. Ashtu? Po, edhe, po mëse kishe zgjuar ai, nuk të kishëm 3 fëmijë. Kjo është edhe arsye pse e kam vendosur për ta bërë 3 fëmijë. E ka studiuar mirë që është një baba i shkëlqyer në çdo detaj. Po, mashallah, të mos marrim sysh, aman të keqën fikse. Oksana beson të syri keq, ma tha që kur erdhi. Po se sa herë që ka ndodhur një gjë me syrin. Më ndodhen që s'më ndodhen. Edhe mu më tha, mos e më kapë, thash, thanë drejtën unë, e pash aty në karrige, thash, qa nevoje ka mu lykjo, me se ka në regull, thash, nga mirë. Ka shumë beson të sy? Po, nuk është se kam bësuar, por realisht sa herë del, ose televizion, ose diqka, dje pra përfundova spitali, janë disa gjëra që nuk shpegon dot. Sa t'kemi shku në spitali herë, harroja të marrët. Ka që mirë sa ke foli për burin sot? Sa t'kemi shku në spitali. E tash nuk e shaj dot, a që ti mire kam dhe mashallah, them 100 herë, se nuk e shaj dot, edhe du ta shaj. Nuk e gjenë dot një, ja doli një. Doli. Po shqyqyrë, mojnë që na doli një sak, mos e posa të shkesë për burë.